Problemi që në vend Acak në Gostivar është rikthyer fuqishëm në fokus, duke u trajtuar sot në mbledhjen e Këshillit Lokal për Preventiv, ku në një tryez të përbashkët u ulën përfaqësues të institucioneve dhe organizatave jo qeveritare. Nga kjo mbledhje doli një mesazh i qartë. Situata është serioze dhe nuk duron më neglizhencë. Kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani zbuloi se rreth 200 qenë të pastreh enden aktualisht nëpër qytet, duke e kthyer këtë çështje në një problem të sigurisë dhe shëndetit publik. Ai theksoi se zgjidhja e vetme afatgjatë mbetet ndërtimi i një strehimoreje regionale për 9 komunat e Pollogut, një projekt që sipas tij është gati në letër dhe me lokacion të përcaktuar. Megjithatë, Limani nuk fsheu shqetësimin për mungesën e veprimit konkret në nivel rajonal. Nëse nuk ka angazhim të përbashkët, do detyrohemi të veprojmë vetë, paralemroi ai, duke lënë të kuptohet se komuna e Gostivarit mund të ndërmarrë hapa të njashme për të zgjidhur problemin që po zvarritet prej vitesh. Sipas disa informatave, në territor të komunës së Gostivarit, numri që në vend Acak është diku mbi 200. Komuna e Gostivarit konfort të gjithë obligimeve ligjore të cilat i ka. Normal kemi të angazhuar stacion veterinar i cili kryen pjesën e punës së vet. Strehimoren të cilën e kemi pas për momentin punohet në të dhe për momentin për fat keq është jo funksionale, por nga ana tjetër kemi një projekt rajonal në kuadër të qendrës të rajonit të Pollogut, domethënë kemi më veç edhe vend se ku duhet të ndërtohet, por edhe projektin për këtë strehimore rajonale, e cila do të përfshihet të gjithë 9 komunat e rajonit të Pollogut. Ende nuk kemi arrit në finalizim të atij projekti diçka konkrete, por ne si Komuna e Gostivarit insistojmë që ky projekt të ecë, sepse qasja, të bindur jemi se qasja veç e një komune për zgjedhjen e këtij problemi nuk është e mjaftueshme për ta evituar tërësisht. Një qasje rajonale apo shtetërore do të ishte zgjidhja e këtij problemi me të se mballafaqohen shumica e komunave në shtetin tonë. Komandanti i policisë në Gostivar Adil Ademi solli statistika konkrete për pasojat e këtij problemi. Gjatë vitit të kaluar, tha ai, janë regjistruar rreth 100 raste të personave të kafshuar nga qenë, ndërsa vetëm gjatë 3 muajve të parë të këtij viti janë evidentuar 10 raste të tjera. Ai gjithashtu konfirmoi se autoritetet kanë hasur persona që transportojnë qenë nga komuna tjera në territorin e Gostivarit, ndaj të cileve janë ndërmarrë masa në përputhje me ligjin. Në vitin 2024 kemi patur sulme nga ana e qenëve të Acak 72 raste të lajmëruara. Në vitin 2025 kemi një rritje të numrit, e cila vërtet na bëri që të brengosemi pak më tepër për këtë problematik, e cila arriti numrin 100 raste, që regjistron një rritje prej 38%. Kurse në vitin 2026, në 3 muajshin e parë të këtij viti, kemi deri tani të paraqitura vetëm 10 raste të cilët janë njerëzit të kafshuar nga ana e qenëve. Kemi informata gjatë këtyre viteve sa kemi udhëhequr me stacionin policor të Gostivarit, ku e përmendet edhe ju kryetar që po na barten qenë nga një komunë tjetër. Nga ana jonë kemi marrë masat të cilët kemi takuar furgonat lloj të ndryshëm që na kanë sjellë qenë, mos përmendin komuna me emër, ndaj të njëjtë dhe janë marrë të gjitha masat që na përkasin në kornizat ligjore të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Gjithashtu do vazhdoj të ndjekit kjo problematik, mos na përsëritet përsëri. Edhe Mirusha Ameti nga një organizatë jo qeveritare që merren me strehimin e kafshëve të pastreha theksoi se mbeten të përkushtuar për ndërtimin e një qendre rajonale për strehim dhe për kujdesje. Ajo bëri të ditur se organizata tashmë ka përgatitur një plan konkret si dhe një plan të detajuar që përcakton mënyrën e financimit të kësaj nisme. Kemi kërku mbështetje edhe nga komuna tjera, por në gatishmëri keni qenë vetëm ju si komunë, edhe për atë ju falenderoj pa mas, do më thonë kemi bë vullnetarisht edhe unë edhe disa bashkëpunëtarë të mi, kemi bë vullnetarisht një projekt shumë i përshtatshëm, do më thonë për hapësira të ndryshme,
edhe ndoshta do kishte mundësi që të harmonizohet me atë projektin që paraprakisht edhe kemi pa edhe në media, edhe ka qenë si temë diskutimi në bazë këtij këshillit apo komisionit rajonal të Pollogut. Do me thënë, vetëm desha të shpreh gatishmëri se ka shumë fonde, ka shumë mënyra që mund të sponsorohet ky si projekt, po duke u bashkuar të gjithë institucionet edhe ne si organizata jo qeveritare, edhe specialistë të kësaj fushë, besoj se do t'ja arrim më afër suksesit. Në përmbyllje, kryetari i Gostivarit Valbon Limani theksoi se do të insistojnë që projekti të marrëzitje rajonale, por paralajmëroi se në mungesë të një angazhimi të përbashkët, komuna e Gostivarit në bashkëpunim me organizatat për mbrojtjen e kafshëve do të ndërmarrin hapa për një zgjidhje lokale. Sipas tij, ky është një hap i domosdoshëm për të shmangur pasojat dhe për të parandaluar rreziqet që ky problem po i sjell qytetarëve.